Partidë parlamentarë shqiptare dhe qytetarët kanë kritikuar BDI-n dhe PD-shin për mos votimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Ambasadori i BE-s në Maqedoni Samuel Zhbogar u ka bërë thirrje partive politike që të përkrahin punën e prokurorisë speciale. Deputeti i pavarur Pavle Trajanov ka rikthyer në kuvent propozim ligjin për vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale publike dhe ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Për gazetaren Laura Papraniku, Universiteti Nën Tereza është projekt për konsum politik, nuk mendon kështu profesori Zeqira Neziri. Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se takojmë sërish. Duke tentuar që të arsyetojnë mos mbështetjen e dieshme për 2 ligjet e prokurorisë speciale, në mesin e cilëve ishte edhe ai për mbrojtjen e dëshmitarëve në procesin e rastit Monstra dhe Sopoti, funksionarët e BDI-s kanë dalë me qëndrime të kundërta dhe të paqëndrueshme. Njëri thotë se prokuroria speciale nuk është kompetente për të propozuar ligje, ndërsa tjetri thotë se vetëm propozimet e prokurorisë do t'i mbështesnin. Nga ana tjetër, ky i fundit thotë se nuk mbështesin propozimet e njëanshme të LSDM-s edhe pse i pari pati kërkuar që ligjet mund të vinë vetëm nga propozues kompetent siç janë partitë dhe grupet parlamentare. Me qëndrime diametralisht të kundërta brenda një periudhe relativisht të shkurtër kohore, kanë dalë zyrtarët e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim, lidhur me propozimet e iniciuara nga Prokuroria Speciale Publike për ndryshim të ligjit për dëshmitar. Fillimisht për këtë parti ishte Prokuroria Speciale, institucioni që nuk ka të drejtë ligjore të propozojë ndryshime të tilla, pasi siç u shpreh koordinatori Talat Xhaferi, dihet se kush ka të drejtë të propozojë ligje. Por pas refuzimit të 2 ligjeve të djeshme mes të cilave ishte edhe ai për mbrojtjen e dëshmitarëve që do t'i hapte rrugën procesimit të Monstrës dhe Sopotit, një funksionar tjetër i BDI-s doli me qëndrim të kundërt. Tani për nënkryetarin e kuvendit, Rafis Aliti, problem ishte LSDM-ja që sipas tyre kishte propozuar ligjet në mënyrë të njëanshme dhe se do t'i kishin mbështetur sikur të vinin nga PSP. Ky qëndrim i Alitit bie ndesh me atë të bashkëpartiakut të tij Talat Xhaferi, pasi ashtu siç tha Xhaferi kohë më parë, tani LSDM ishte subjekti që ka të drejtë ligjore të propozojë ligje. Prokuroria në asnjë mënyrë nuk mund të kërkojë ndryshime të ligjeve, sepse nuk është kompetente për këtë. Ndryshime mund të kërkojnë ata që janë kompetent, është shprehur ditë më parë koordinatori i BDI-s Talat Xhaferi për mediat në gjuhën maqedonase. Prokuroria Speciale duhet ngrej iniciativë për propozim ligjet që duhet ne t'i votojmë. Iniciativa duhet vjen nga Prokuroria Speciale, jo nga partitë politike brenda kuvendit, dhe gjithsesi se ne ngelmi në atë qëndrim se me gjuhën argumenteve që do të ofron Prokuroria Speciale, ne do të përkrahemi propozimet e tjera. 2 ligjet e refuzuara dje kërkonin zgjatjen e mandatit të Prokurorisë Speciale dhe ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Ligjet ishin iniciuar nga Prokuroria Speciale Publike, ndërsa LSDM ishte vetëm propozuese e tyre në kuvent. 13 deputet nga radhat e BDI-s dhe PD-s nuk votuan, disa madje edhe duke qenë prezent në sallë. Nëse të njëjtit do të votonin, ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve që nga PSP u kërkua për të hapur rastet Monstra, Sopoti dhe Neshkovski, do të kalonte me 53 vota pro. Por për shkak të mosvotimit të deputetëve shqiptar, në mesin e të cilëve ishin edhe 2 liderët, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, ligji mori vetëm 42 vota pro dhe 53 kundër. Krerët e lëvizjes Besa u kërkojnë liderëve të BDI-s dhe PD-s që urgjentisht u japin shpjegime shqiptarëve përse nuk kanë mbështetur ndryshimet e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe vazhdimin e mandatit të Prokurorisë Speciale Publike, duke e ditur se kalimi i tyre ishte një mundësi për zbardhjen e rasteve Monstra dhe Sopoti.
Lëviza Besa u bën thirrje Ali Ahmetit dhe Mendu Thaçit që urgjentisht të dalin para opinionit dhe t'i shpjegojnë shkaqet se pse nuk e kanë votuar ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale publike, duke e ditur se janë shumë të rëndësishme për zbardhjen e rasteve Mostra dhe Sopoti. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Besa, Afrim Gashi, deklaroi se Besa këtë veprim të BDI-s dhe PDSH-s e cilëson si thik pas shpinën ndaj shqiptarëve dhe Bashkisë Ndërkombëtare si partner strategjik i shqiptarëve. Dhe me këtë rast u bën thirrje që të pritet me njëherë kjo politika anti-shqiptare. Ahmeti dhe Thaçi le të dalin para shqiptarëve dhe të tregojnë se me çfarë rreziku përballen nëse kundërshtojnë politikën e VMRO-s. Ne si BES, me ndihmën e shqiptarëve, jemi në gjendje t'i garantojmë edhe Ahmetit edhe Thaçit siguri nga çdo lloj rreziku që u vjen nga VMRO DPMN-ja, nga Gruevski ose Mjallkovi, qoftë për ata ose për familjet e tyre. Prandaj, ndërpriteni me njëherë politikën tuaj anti-shqiptare. Ata i ftuan të gjithë deputetët e BDI-s dhe PDSH-s që, siç thon ata, nëse ka mbetur ende një fjenderi dhe vedije kombëtare, tua kthejnë shpinën liderëve të tyre, nëse të njëjtit nuk mund të shkëputen nga politika e VMRO-DPMN-s. Mos i besoni llatasit se vetëm VMRO-DPMN-ja mund t'ju ofrojë mbrojtje. Nëse i tradhtoni shqiptarët, askush nuk mund t'ju mbrojë. VMRO-ja mund t'ju mbrojë vetëm derisa të ketë nevojë për ju. Kështu ka ndodhur gjatë gjithë historisë me ata që kanë pranuar të jenë vasal të tjerëve në dëm të popullit të tyre, që nga Esat Pash Toptani e deri te Rahman Morina. Ndërka që u bëjnë apel deputetëve shqiptar në parlament se Lëvizja Besa bashkë me ndihmën e popullit shqiptar mund të garantojnë siguri të plotë nga kërcënimet eventuale që mund të vinë nga VMRO-ja, Gruevski, Mjallkovi, Ali Ahmeti ose Mendu Thaçi. Kryetari i Lëvizjes për reforma në PDSH, Zjadin Sela, është takuar sot me ambasadorin e SHBA-s në Shkup, Xhes Bejli, me cilin ka biseduar në lidhje me situatën politike në vend, sidomos pas mosvotimit ligjeve të kërkuara nga Prokuroria Speciale. Mes tjera, Sela tha se ai dhe subjekti që drejton janë të interesuar të rikthejnë drejtësinë e mirëfillt dhe shtetin e së drejtës në Maqedoni. Ne si subjekt kemi dhënë dhe japim përkrahje të parezervë Prokurorisë Speciale. Nga ana tjetër, dy subjektet politike shqiptare që thirrën në përkrahje të faktorit ndërkombëtar, është më se e qartë që ato nuk kanë asnjë përkrahje, sepse ato e kanë vetëm deklarative përkrahjen që e thonë që gjoja e kanë nga faktori ndërkombëtar, sepse ato po ndërtojnë dhe po implementojnë një sistem i cili i ngjan lindjes dhe as pak perëndimit. Dhe shumë shpejt, të dyja bashk do të shkojnë në historinë, në atë pjesë të historisë të keqe të subjekteve politike shqiptare. Kanë reaguar edhe nga Partia Uniteti duke i quajtur sjellje hipokrite veprimin e partive shqiptare BDI dhe PDSH për të mos votuar ligjet e Prokurorisë Speciale Publike. Nuk ka asnjë arsyetim për deputetët shqiptar, partitë e cilëve deklarojnë vazhdimisht se përkrahin punën e PSP-s, ndërsa të njëjtit nuk përkrahin ndryshimet ligjore për këtë gjë dhe me veprimet e tyre mbrojnë veten dhe partnerin maqedonas VMRO-DPMN nga ndjekja penale për veprimet kriminale dhe keqpërdorimin e pushtetit. Kjo edhe një herë dëshmon si vazalitetin e tyre ndaj partnerit maqedonas, ashtu edhe frikën nga humbja e pushtetit dhe nga sundimi i drejtësisë, thuhet në reagimin e unitetit. Ndërkohë, qytetarët anketuar nga televizioni Shenja kanë shprehur pakënaqësinë për deputetët e partive shqiptare në pushtet që lejuan të mos kalojnë ndryshimet ligjore që do siguronin drejtësi për raste gjyqësore Mostra dhe Sopoti. Sipas qytetarëve, është e qartë se çdo veprim i tyre është për të ruajtur sa më shumë jetëgjatësinë e tyre në pushtet. Mosvotimi i ligjit për dëshmitarët e mbrojtur të Prokurorisë Speciale nga deputetët shqiptar në parlament për qytetarët është një akt poshtërsie. Disa prej tyre që i anketuam thanë se asnjë veprim i deputetëve shqiptar nuk bëhet në interes të popullit që i ka votuar, por në interes të miqësisë së tyre me partitë maqedonase. Shumica thotë se ekzistojnë shumë lojra politike që opinioni shqiptar ndoshta nuk do t'i kuptojë, por është e qartë se çdo veprim i tyre është për ta ruajtur sa më shumë jetëgjatësinë e tyre në pushtet. Ajo është shumë për deputetët tonë. Ato duhesh me votu atë ligj. Që sa vjet janë pushtet kur gjë s'kan bërë për shqiptarët. Ai politike e thellë është, po mendoj që përgjigjen e kësaj pyetje ka kryetari i LSDM-s, Zaevi, sa ai ka pas të gjitha bombat. Edhe ka mujt me publiku edhe Monstrën, edhe Sopotin, edhe gjitha. Pa i bani një taktik me ato, dhe tash ja u le kam të arrushës deputetve tonë, të hujve, qështu.
Banorët dyshojnë se veprime të tilla do të ndodhin edhe në të ardhmen, pasi popullata nuk i ka dënuar aktet kriminele dhe korruptive që dolën nga bombat e opozitës me kohë. Pa të mbrojnë kolduqit e vete. Se më qose pranojnë atëherë dalin më thënë të gjitha rrenat dhe mashimit në shesh. Pse janë të përzime dhe vetët. Dje shumica e deputetëve të BDI-s refuzuan të votojnë për ndryshime në ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve, me çka prokuroria speciale do të kishte mundësi që të zgjedhë dhe mbrojë dëshmitar që do të japin informata të rëndësishme për monstrën, Sopotin dhe shumë raste tjera të ndjeshme. Kjo pasi me ligjin aktual emrin e dëshmitarit të mbrojtur patjetër duhet ta dinë edhe disa krerë gjykatash, prokuror dhe policë, që për janë Evën është vënie në rrezik e jetës së dëshmitarëve. Nga ana tjetër, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Shbogar ka bërë thirrje që partitë politike të përkrahin punën e Prokurorisë Speciale Publike nga se për këtë gjë kanë dhënë premtime. Sipas tij, formimi i Prokurorisë Speciale Publike është çështje kyçe që del nga marrëveshja e Përshinos. Partitë politike ndërmbështesin punën e Prokurorisë Speciale nga se një gjë të tillë e kanë premtuar. Ky është qëndrimi i ambasadorit të BE-s në Maqedoni Samuel Shbogar, i cili ka shtuar se formimi i PSP-s është çështja kyçe që del nga marrëveshja e Përshinos. We all have to know that special prosecutor. Të gjithë ju e dini se Prokuroria Speciale Publike paraqet një mjet, pra mjeti më i mirë për të përcaktuar përgjegjësinë ose të ulumtohet përgjegjësia nga bisedat e përgjuara. Ky është qëndrimi ynë dhe nuk lëvizim nga ai. Po ashtu, ai ka thënë se partitë politike janë duke u përgatitur për zgjedhjet parlamentare dhe vlerëson se ata do të mbahen më 11 dhjetor. I think the 4 leaders in August established that all conditions. Mendoj se 4 liderët që në gusht kanë rënë dakord se të gjitha kushtet janë plotësuar për mbajtjen e zgjedhjeve në dhjetor. Kam dialog të vazhdueshëm dhe diskutim me 4 liderët në lidhje me çështjen e zgjedhjeve dhe PSP-n. Përshtypja ime është se të gjithë po përgatiten për mbajtjen e zgjedhjeve. Këto komente, ambasadori Shbogar i ka bërë gjatë takimit në Kumanov, ku së bashku me Ministrin e Ekologjisë Bashkim Ahmeti, atë të çështjeve evropiane Arbër Ademi dhe kryetarin e komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski, kanë promovuar projektin rehabilitimi i zgjerimit të rrjetit kanalizues në komunën e Kumanovës. Propozim ligji për vazhdimin e mandatit të Prokurorisë Speciale Publike dhe ligji për dëshmitarët e mbrojtur janë kthyer sërish në kuvend këtë radhë nga deputeti Pavle Trajanov. Në anën tjetër, partia që i dërgoi në kuvend herën e parë ndryshimet ligjore LSDM ka premtuar se do t'i mbështesë edhe propozimet e Trajanovit, edhe pse nuk presin që këtë ta bëjnë deputetët e pushtetit. Deputeti Pavle Trajanov ka dorëzuar përsëri në kuvend 2 propozim ligje për Prokurorinë Speciale Publike me të cilat kërkohet të zgjatet mandati i Prokurorisë Speciale Publike, por edhe ligji për dëshmitarët e mbrojtur. Trajanov tha se ligjet i ka dorëzuar me procedurë të rregullt, me qëllim që deputetët të kenë mundësi të debatojnë edhe në komisionet kuvendore, por edhe në seancë plenare. I pyetur nëse e gjithë opozita maqedonase bashkë me partitë shqiptare votojnë pro ligjeve, atëherë ata kalojnë, Trajanov u shprehi sigurt se po. Ka mundësi që kuvendi t'i sjellë ligjet edhe nëse të gjithë deputetët e VMRO dhe PMNS të votojnë kundër. Përsëri ka më tepër se 61 vota, por parakusht është që të gjithë deputetët edhe nga BDI dhe PDSH të pavarurit të votojnë pro ligjit. Do të shohim kush si. Nga BDI, deputeti Rafi Saliti deklaroi se ligjet e këtilla kërkojnë konsensus politik. Ai tha se pasi të shqyrtojnë propozimin e Trajanovit, atëherë do të ndërtojnë qëndrim si grup parlamentar në bashkëpunim edhe me kryesinë qendrore të partisë. I pyetur nga televizioni Shenja nëse a ka nevojë për konsensus kur vetë Prokuroria Speciale ka potencuar se ligji për dëshmitarët e mbrojtur i nevojitet në veçanti për rastet Mostra dhe Sopoti, Aliti tha se nuk ka hasur në kërkesë të këtillë nga Prokuroria Speciale Katica Janeva. Unë mendoj se do t'ishte mirë këto fjalë që i ndigjoj Kajut, i ndigjojmë edhe nga Prokuroria Speciale, nga Prokuroria Katica Janeva, se me të vërtet ajo që kërkohet që të sjellet ligj për dëshmitarët e mbyllur apo të mshefur, do të merren parasysh apo do t'i merr parasysh Prokuroria Speciale raste siç është Sopoti, Monstra, Kumanova, Lagja, Gjorgje Petrovit edhe kështu me radhë. Unë mendoj se nëse ajo bën një prononcim të tillë gjithsesi se është obligim njerëzor, qytetar edhe moral i subjekteve politike
sidomos shqiptarët që këto rastet i zbardhen deri në fund. Sipas PD-s, propozimet e deputetit Pavle Trajanov, ashtu si edhe të LSDM-s, janë të njëanshme dhe për këtë arsye janë edhe të papranueshme. Nëse dikush mendon se ne si Partia Demokratike Shqiptare do të ndjekim iniciativa të njëanshme, të kujt do qofshin ato, dhe paraprakisht ata të mos marrin guximin as edhe të na konsultojnë, apo të koordinohemi për të njëjtat, kjo nuk do të ndodhë. Kjo qasje veç sa e devalvon punën e prokurisë, e kursesi nuk e ndihmon atë. Ndërsa deputeti Goran Sugarevski nga LSDM u shpreh se do t'i mbështesin edhe propozimet e Trajanovit, edhe pse nuk presin që këtë ta bëjnë deputetët e pushtetit. Absolutisht se qëndrojmë pas asaj, por sa kuptova, teksti do të lëshohet me procedurë të rregullt. Kjo nënkupton se kur do të lëshohen materialet në kuvent, do të duhet një herë të caktohet seancë në kuvent që të mbahet komisioni për sistem politik, por do të mbështesim. Nga VMRO DPMNE, deputeti Ilia Dimovski tha se mbesin në qëndrimin e njëjtë si më parë, se nuk janë kundër punës së prokurorisë speciale, por se nuk do të lejojnë dhe nuk do të mbështesin sjelljen e ligjeve të reja për këtë institucion, përveç asaj që është arritur në marrëveshjen e Përgjinës. Lidhur me mosvotimin e ligjit të prokurorisë speciale, debatohet edhe sonte në emisionin Arena të televizionit Shenja, ku të ftuar janë analistët Albert Musliu, Xhelal Neziri dhe përfaqësuesi i Këshillit Opozitar Arenit Hoxha. Debatin mund ta ndiqni duke filluar nga ora 22:35. Ndërkohë, në edicionin e mbrëmshëm të emisionit Arena, të ftuarit kanë debatuar për gjendjen e arsimit dhe sidomos për zhvillimet rreth Universitetit Nën Tereza. Gjatë debatit është theksuar se ky universitet është projekt politik i Partisë Shqiptare në pushtet. Disa prej debatuesve kanë deklaruar se duhet pritur disa vjet për të parë se si do të funksionojë universiteti, pastaj të analizohet puna e tij. Universiteti Nën Tereza është projekt për konsum politik dhe si i tillë është skeptike se do të nxjerrë kuadro të shëndosha. Ky është qëndrimi i gazetares Laura Papraniku, i shprehur në emisionin debatues Arena në televizionin Shenja. Papraniku thot se dyshimet e saj nuk janë teori të shpikura, por mendime të mbështetura në informata që janë servuar deri tani opinionit. Por profesori Zeqirian Neziri nuk pajtohet që punët të analizohen me shpejtësi, pasi sipas tij, ky universitet duhet të fillojë një herë punën, të vëzhgohet disa vjet e pastaj të bëhen evaluime të kualitetit të mësimit dhe kuadrit. Po flasim me atë sa kemi përpara fakteve dhe argumente. Po flasim për një argumente. institucion që është në themelim e sipër, që akoma nuk ka nisë me punën. Mirë, po në vitin 2016, unë mendoj se nuk do t'ja lejem këtë luks vetvetes. Tani është në fazën e konstituimit, e formimit, do të thotë e mbledhjes, e konstituimit të stafit akademik. Themeluesi e ka marrë vendimin ta themelojë institucionin, ja gjen edhe objekt. Po ka një vit që s'e ka gjetur. S'është e diskutueshme ajo. Është tash do të thotë kur të formohet ekipi i punës, atëherë do të gjenden edhe objekte, gjithçka. Nuk është me rëndësi a do të vonojnë mësimi 6 javë, apo 2 javë, apo 6 ditë. Unë kam përshtypjen se është një universitet i cili nisi për konsum politik, Një vit shkollor në universitet ka 7 muaj punë. Nuk është nevoja të krahasohet. Jo, nuk është puna e krahasimit, po është çështja e konstatimit se ne po sillemi në të njëjtën pikë edhe pas 25 viteve. Po duam të sillemi apo duam të japim rrjedh punëve. Organet udhëheqëse në çdo institucion arsimor, më tepër janë politike se sa janë shkencore. Gjithkund, kudo në botë janë. Nuk do të thotë se bëhen shqiptar, do të bëjnë përjashtim këtu. Janë prej një partie? Pavarësisht prej kujt janë, patjetër se edhe dekani, edhe rektori i universitetit duhet të jetë pjesë, do të thotë kur zgjidhet aty, duhet të ketë punët mirë me pushtetin. Për profesorin Zeqiri nuk është kontestues as fakti se shumica e profesorëve janë njerëz të Partisë Shqiptare në pushtet. Gjatë emisionit disa herë kishte krahasime të Nën Terezës me Universitetin Shtetëror të Tetovës, për të përkujtuar se me çfarë problemesh janë ballafaquar studentët shqiptar për 25 vite me radhë, duke filluar nga mungesa e hapësirave, drejtimet studimore dhe punësimi i kuadrove nga politika,
por profesori Zeqiri vlerësoi se më mirë është që t'i jepet mundësia një fakulteti të ri dhe të eset përpara, sesa të qëndrojmë në pritje për reformimin e USHT-s. Por Laura Papraniku ishte skeptike që një projekt i tillë arsimor, pa pasur bazat kryesore të një institucioni të shëndosh, mund të ofrojë arsim cilësor për gjeneratat e ardhshme të studentëve. 2 muaj pas vërshimeve, banorët e prekur në Sambek dhe rrethin thonë se ende ka shumë punë për të bërë. Mjetet financiare të premtuara nga qeveria nuk janë ndarë për të gjithë familjet e prekura nga këto vërshime. Disa prej tyre ankohen se kanë probleme edhe për t'i tërhequr parat nga bankat. Edhe pse po bëhen 2 muaj nga vërshimet e 6 gushtit, gjendja në lagjën e Asambekut nuk është normalizuar plotësisht. Akoma ka shumë punë për të bërë, ndërsa edhe mjetet financiare të premtuara nga qeveria nuk janë ndarë për të gjitha familjet e prekura nga këto vërshime. Kështu të paktën shprehen banorët e kësaj lagje, sipas të cilëve gjendja në këtë lagje është e mjerueshme. Ka filluar të normalizohet, mirë po ende ka mbeturina që janë mbitis punë. Ka ende më pununa për shtëpia e oborët më drejtu. Dikush edhe në përdho më hala s'ka arrit që ndihmën e parë kemi marrë që ato ka 500 euro që ne kanë dhënë, edhe kri që kush ka 200 euro, edhe ma shumë s'ka dhënë kur kush asgjë. Shumë pak kanë marrë, s'kanë marrë. Kanë shku, shumica kanë shku, sot nesër edhe s'ka. Shumë pak kanë marrë, këtë qitë kuq kanë marrë më shumë. Banorët madje shprehen se edhe ato mjete financiare që i ndajnë u andalin për shkak të borxheve që kanë. Edhe që ato që kanë marrë, që kanë mi marrë, vandalin se be rrimës, dikush ka borxhe, dikush ka tuj, dikush ka... Se shumica këtu të naltë janë pa punë njerëzi. Edhe gjithmonë jemi në qytet, ka pak borxhe kemi edhe t'i ndalin. Sot në banka gje, ka në banka gje në bankë. Veç që atitin të rëmajë që i shkojnë i blokojnë, shka të banë. Që mu i kanë bloku me penzi, me ketë shtej, në ketë krizë, në ketë qemes. Ndërkohë nesër bëhen 2 muaj nga vërshimet që ndodhen në disa vendbanime të Shkupit, si pasojë të cilave, brenda disa orave humbën jetën 22 persona. Shumë të tjerë u lënduan, si dhe u shkaktua dëm shumë i madh material. Ministri i Jashtëm grek Monse duke biseduar me Tiranën për çështjen Çama, i thotë se për këtë janë njoftuar edhe europianët. Ish ky diplomati serb Vuk Jeremić humb garën në OKB, portugezi Antonio Guterres është zgjedhur sekretari i përgjithshëm i organizatës. Do të vazhdojmë mëtej me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Kocias hedh poshtë pretendimet se Athina dhe Tirana kanë përfshirë çështjen Çame në çështjet pezull për të zgjidhur midis dy vendeve. Referenca e vetme në dokumentin e quajtur non paper që ju kemi dorëzuar shqiptarve është fakti që çështja Çame nuk përbën objekt negociimi për shtetin grek, ka deklaruar Kocias. Ai ka pranuar se para 5 muajsh kishte hartuar një dokument non paper që ja kishte dorëzuar Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, në cilën propozonte për të diskutuar problemet që mbeten ende të pazgjidhura midis dy vendeve në 50 vitet e fundit. Por ka qenë pala shqiptare që më bëri një kundër propozim i cili përfshinte edhe çështjen Çame. Ne u thamë se kjo çështje nuk është objekt bisede, është jashtë negociatave dhe nuk e negociojmë atë, ka deklaruar Kocias, duke shtuar se për këtë janë informuar edhe europianët. Por ne nuk i vumë europianët të ndërmjetësojnë sepse ne jemi duke negociuar me shqiptarët dhe shqiptarët me ne, ka shtuar ai. Kryetari i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli pas procedimit nga ana e qeverisë projektligjit për Trepçën ka nënshkruar këtë të mërkur shkresën duke u shpërndar më pas deputetëve të Kuvendit në mënyrë që të kenë informacionet e duhura për seancën e së premtes ku pritet edhe votimi i këtij projektligji. Vendimi i qeverisë për dërgimin në Kuvend të projektligjit për Trepçën ka detyruar që më shumë se 100 punëtorë të Trepçës të dalin në rrugë dhe ta bllokojnë rrugën Mitrovic-Leposavić. Policia ka njoftuar se protesta ka zgjatur gjysmë ore dhe ka përfunduar e qetë, ndërkohë kryeministri
Kosovës Isa Mustafa ka theksuar sot se Trepça paraqet sinonim për Kosovën. Duam me këtë ligj të hapim të ardhmen e Trepçës e jo të kaluarën. Prona e Trepçës është pronë e Kosovës, ka thënë sot Mustafa. Në anën tjetër, opozita akuzon qeverinë se është duke e lënë gigantin në gjendje të mjerueshme, duke bërë preta apetiteve të qeverisë së Beogradit, e cila për shumë vjet pretendon se është pronare e ligjshme e Trepçës. Rreth 4.655 refugjat dhe migrant u shpëtuan të martën, ndërsa 28 trupa të pajetur nxorën nga deti në më shumë se 30 misione shpëtimit në brigjet e Libis, thuhet në deklaratën e rojës brigjetare italiane. Aty sqarohet se vetëm në 2 ditë janë shpëtuar më shumë se 10.000 njerëz përkundër faktit se kontrabandistët shfrytëzojnë kohën e qetë për të nisur gomonet në det. Në periudhën e njëjtë jetën e kanë humbur të paktën 50 persona në përpjekje për të arritur në Itali përmes detit. Në 3 vitet e fundit në përpjekje për të arritur në brigjet italiane, jetën e kanë humbur mbi 2500 emigrant dhe ekziston frika se numrat real janë shumë më të lartë për shkak se shumë gomone me emigrant humbin në fund të detit. Ministria e Brendshme italiane që nga fillimi i këtij viti ka regjistruar rritjen e më shumë se 142.000 emigrantëve përmes mesdheut. Të paktën 20 antar të organizatës Hashdui Ashair, e mbështetur nga fiset irakiane Suni, kanë mbetur të vrarë si pasojë një sulmi nga avionet e forcave të koalicionit kundër organizatës terroriste ISIS. Në një deklaratë për agjencinë Anadolu, komandanti i Hashdui Ashair, Sheikh Nazhanu Sahar El-Lehibi, ka thënë se forcat e koalicionit kanë goditur gabimisht ushtarët e tyre në rajonin e Kajara, që ndodhet në jug të Mosulit. Ai ka theksuar se si pasojë e sulmit të paktën 20 ushtarë kanë mbetur të vrarë. Nga ana tjetër, Lehibi ka thënë gjithashtu se ISIS ka sulmuar disa fshatra në këtë rajon dhe si rrjedhoi 4 militantë organizatës terroriste kanë mbetur të vrarë. Ushtria irakiane mori nën kontroll më 25 gusht rajonin Kajara, i cili ndodhet rreth 69 kilometra në jug të qytetit Mosul. Rusia ka vendosur sisteme mbrojtjeje kundër ajrore S-300 në Tartus, qytet bregdetar në veriperëndim të Sirisë, ku ajo posedon instalime portuare ushtarake, njoftoi dje në mbrëmje Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Në fakt, ky sistem plotson dispozitën e mbrojtjes të ngritur në bazën ajrore të Khmeimi, me mbërritjen në nëntor të 2015 të sistemit S-400 të gjeneratës së fundit. Me modelet S-300 dhe S-400, Rusia garanton një mbrojtje ajrore të 2 pikave të saj në Siri, porti i Tartus dhe baza ajrore në Khmeimi në provincën e Latakias, ku aviacioni rus ka në dispozicion dhetra bombardues, avion luftarak dhe helikopter. Nga ana tjetër, Pentagoni ka reaguar ndaj këtij njoftimi duke ngritur pyetjen se cili ishte kundërshtari që Moska shpresonte të mbante në distancë me këto predha. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka votuar për emrin e ri të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Ai nuk do të jetë Vuk Jeremić, siç priste e dëshironte Serbia, por portugezi Antonio Guterres. Para dite, AFP kishte njoftuar se kundër serbit Jeremić do të jenë fuqitë perëndimore që kanë të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit, SBA, Britania e Madhe dhe Franca. Kundërshtimin ndaj tij këto vendi e kishin bazuar në qëndrimin e Jeremićit ndaj NATO-s dhe Kosovës. Jeremić NATO-n e kishte quajtur agresor, ndërsa për Kosovën kishte thënë se vetëm mbi trupin e tij të vdekur do të antarësohej në Kombet e Bashkuara. Këtu do përmbyllim këtë edicion të lajmeve, të nderuar shikues, faleminderit që ishit me ne, të mirupafshim.